Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe sot këtu në këtë pazite në emisionin Detaje. Në një kohë kur po ndodhin vrasje të shumta, sidomos edhe vrasjet e grave, është e rëndësishme shumë që ta trajtojmë si temë. Unë sot në studio e kam Iqbale Hududin, një studiuese e FES, një profesoreshe psikologjisë. Përshëndetje zonja Iqbale. Psikologe. S'kadër. Po, psikologe. Po, faleminderit. Faleminderit shumë që ndohet kohën për neve sot. Faleminderit për ftesën, më kënaqet në këtë ambient bukur. Shpresojmë se do të kontribuojmë edhe ne me mendimet e tona lidhur me këtë temë mjaft prekse. Unë nuk kam si mos t'ju pyes se çka mendoni për vrasjet e fundit që ka ndodhur? E kemi një rast të vrasjes së gruas në Vushtre, por edhe vrasjet në përgjithësi. Çka po mendoni? Cila është perspektiva juaj? Shikoni, në kartën e të drejtave të njerëzve në Human Rights United Nations, aty e thekson një fjalë shumë është e rëndësishme, thotë dhuna sjell dhunë. Për me ardhë një vrasje, normal që ka shumë faktor, unë si mbas studimit tim që e kam bërë, kam vërtetu se vrasjet janë një patologji e hershme tek shqiptarët. Kanë ekzistu gjithmonë vrasje, mirë po kanë ekzistu edhe falje të gjaqeve, edhe kanë ekzistu gjithashtu edhe hakmarrje. Kështu që faktori kryesor pse sot kjo patologji, ky ves patologjik po përtrihet, është për mendimin tim është se njerëzit kanë probleme të ndryshme që nuk mund të mballafaqohen me botën materiale dhe ato shpirtërore, nuk kanë balancë. Mandej është keq edukimi patriarkal, pastaj mendësia patriarkale, që këtu edhe pak mos themi islami, po feja, muslimanët, se këto po ndodhin në Kosovë, po ndodhin në Shqipëri, po ndodhin edhe në botë. Po ma shumë mendësia patriarkale vjen prej asaj kulturës së muslimanëve për ta ruajtur nderin, për ta ruajtur pasurinë, sepse edhe pasuria bëhet pjesë e jetës sonë. Dhe këto vrasjet gjithmonë kanë qenë, jo vetëm grave, po edhe të burrave, po ka pas një etikë. Mos themi ashtu etikë se vrasja s'ka ku në çfarë lloj pozitiviteti, po për shembull burrat kanë vrarë, po të rralla kanë qenë rastet që kanë vrarë gratë. Po kryesisht shumë të në rasteve janë bo për shkak moralit. Ja kanë ngacmu gruan, djali Axhës, djali Miqës, i kanë thënë hajde po dalim në megje. Që do me thënë aty e kanë kusurit e sapin, një po figurën e femrës prap e kanë rujt. Sepse ajo femër, ajo grua ka qenë nane fëmijëve dikujt. Ajo grua ka qenë robi burrit, sepse baba e ka shit. Edhe këtu kanë ndodhur të vrasjet, përpara unë e kam bile bash një thënie kështu në TikTok, jam tiktokere Iqbale Kosova, edhe në YouTube gjithashtu Iqbale Huduti, po i bëj pak një reklamim vetës. Edhe aty kam këto short thënjet e mia, përpara kanë vrarë burrat jaranat e grave, po gruan e kanë rujt, ja kanë rujt moralin. E sot nuk kanë guxim mi vrarë jaranat e grave që nuk ekzistojnë, janë imaginativ, si ai rasti në Pej, thot që i ke pas krejt pejen, këtë burrat e Pejës, i pas ka pas jarana, kjo fjalë pak banale, dashnora është ka doni të thoni, por përpara burrat këtë pra, i kanë vrarë dashnort apo njerëzit jaranat e grave, a sot nuk kanë jarana. Edhe, ajse e myti, e ma e keqja e kësaj,
që pastaj ata masa e njerëzve e thënë, ka vrasje për moral. Po e përmend të kohën moralin. Që katastrofal. komenton që edhe në vrasje kemi shumë komente nga që secili për moralin e Kjo është po për cilët, okej, nëse i studiojmë në mbrendi ato vrasjet, ka pas raste që burri gruan e ka vrarë vetë, edhe ka u ka pas paraqit në paragjykime. polici dhe ka pas arsye, ka thonë për qëtë. Edhe pse jo nuk arsyetohet, sepse vrasja, Zoti thot, unë jam sunduesi i qiellit edhe i tokës, unë e kam kriju lindjen edhe vdekjen. Por vdekja që si na vije në çfarë mënyra, ajo është pak e turpshme. Prandaj unë mendoj se këto vrasjet nuk kanë të ndalur, për arsye se jemi të ballafaqu me dy faza të modernizmit, patriarkalës, fetarës, fesë, religionit, edhe këto dyqysh po bohen i kolorit jo i bukur, edhe po vjen deri te vrasja, e vrasjen Zoti nuk e ka leju, kurse si, por po ndodhin dhe kjo është dy faktorë mendoj se janë. Nëse ju intereson, kjo pra dy faktorë kryesor janë për mendimin tim si sociologe, si psikologe, se mirëm me të drejtat e grave dhe me problemet në zyrën time, në problemet bashkëshortore, janë sepse në një martes nuk ka sinqeritet, numër 1, edhe nuk ka turp. Kur sinqeritet, kur një femër nuk ka turp, ajo është në gjendje çka mos me bo. Çka po nënkupton? Për shembull ajo reklamohet në TikTok me lloj-lloj kërcime, bukuri, artificiale, e tjera. Në realitet prapa perdeve e ka jetën katastrofë. E kështu që ai turpi ka humbë te femrat, jo te të gjithat, sepse na mund ta keqpërdorim rrjetet sociale. Prandaj kur po krijohet ky turpi, mospasja e turpit, edhe aty është jo sinqeriteti, aty çka krijohet mandej është e barabartë me lirinë e shfrenuar. Kur ka liri të shfrenuar, gruaja nuk e din pozitën ku e ka te baba, si vajzë, te burri, familja e burrit si nuse, dhe familja e vetë si nën, si grua. E ka humbë rolin e vetë, e ka humbë pozitën në shoqëri duke e keqpërdor lirinë e vetë. Unë po shpresoj që tema për vrasje kena me pas më spaku në shoqërinë tonë. Po kalojmë pak te tema kyçe që edhe jeni ftu sot. Cili mendoni që është roli ose çysh e perceptoni rolin e gruas në shoqëri? Shiko, rolin e gruas në shoqërinë tonë moderne është më i avancuar, na po flasim nga aspekti pozitiv, se përpara. Përpara nuk ka pas rol të madh gruaja, sepse siç thash më përpara, ajo ka qenë robi dikujt, amaneti dikujt, baba ka hek dorë, ndërkaq sot janë gratë, vajzat sidomos, ma të emancipuara, ma të shkolluara, dhe kanë një rol pak ma të bukur, ma vetëdijsues, po i mungon një lloj ndërgjegjësimi tek femrat. Pra, ato e din se unë mund t'jem hall, roli im të shtëpia i babës, që se nuk jam e martume, unë e kam atë prioritet që me thanë nusës vllaut, valla, këtë tapet po e ndroj, po e qes një tapet tjetër, se ka dalë prej qefit. Edhe i thonë babës, baba ma miraton mendimin tim. Po unë kur të martohem, ma nuk është pozita ime, jam hall prap në atë shtëpi, prap e kam rolin tim, sepse jam trashëgimtare e pasurisë babës, që vllau mund të ma merr apo keqpërdor, ajo është këtë tematik tjetër. Po, në shoqërinë tonë ka shumë biseda ose debate rreth kësaj çështje. Çysh qëndron mendimi juaj për hisën? Prandaj, për trashëgimin. Prandaj rolin na e kemi përzi me pozitën. Nuk po e dim ku e kemi pozitën. Kur jam si hall, unë i them, valla sa bukur kishte me dalë që tapetën me hek, po prap nuk përzihem. Te burri si nuse e kam një rol tjetër, sepse kam ardhë me ja shumëzu familjen e tyre, me ja ngrit një autoritet asaj familje, me tregu një kulturë që ku marrë nga nona e baba, edhe si grua kemi një rol, ndërkaq në islam, në fe, na e kemi një rol
shumë të bukur, të çmuar, sepse Zoti sa herë ka përmend mashkullin në Kur'an, aq herë ka përmend edhe gruan. Mirë po, na si popull shqiptar, që jemi me përkatësi muslimane ma shumë, na nuk veprojmë simas librit hynor, qoftë edhe ai biblik, se edhe Bibla nuk e anashkalon femrën në të drejtat e saj, por na si musliman edhe si shqiptar, na e kemi bërë, ma përpara luftës, mundim me thonë, ka qenë femra shumë një person i varur nga vllau, nga baba njëherë, mandej nga vllau dhe nga burri. Dhe tash, kur femra ka arrit një vetëdisim, ta njoh veten, ti njoh besa dhe të drejtat e saja, qoftë nga ana ligjore, ligji që e përkrah femrën, po edhe dikund nuk pajtohemi ne si musliman, për shembull te trashëgimia, apo qoftë nga ana fetare. Mirë po prap ligji i Kosovës, kushtetuta e Kosovës, edhe pse është kushtetut laike, pra, me kushtetut, pra, me sensin e demokratik, prap ajo neve na jep hapësirë ku tradita shqiptare dhe feja, religioni, mundën me ndërhy, për shembull në trashëgimi. Aty thot në sipas konventave ndërkombëtare, kushtetutës Kosovës, djali edhe vajza e merr gjys për gjys. Këtu na që jemi fetar, na nuk i hym në hak të vllaut, po e marrim dy pjesë. Qose jemi dy motra e një vlla, i kemi 100.000 euro mall, vllau i merr 50.000 euro, motrat i marrin nga 25.000. Po prapë këtu, do me thonë, na nuk jemi të vetëdijshme për femrat muslimane, shqiptare, nuk janë të vetëdijshme për të drejtat që ja jep Kurani, jo muslimani, sepse duke një, nëse na i këshyri muslimanin, i pyetni ju si gazetar, hoxhallart, merrni pyetni more me rend, edhe pyetni, masi ju jeni besimtar dhe praktikoni Kuranin dhe jeni udhëhec lider të popullit, aja keni dhënë hisën motrës juj? Ju garantoj që 90% duke fillu prej vllaut tim, që është hoxh me fakultet, nuk ja kanë dhënë hisën e motrave. Edhe kështu e ndërtojnë pasurinë në kuadër të haramit, në kuadër sepse një motër e vën se me marr pasunin nga baba, jo nga vllau, se vllau s'ki të drejtë mja prek, ato bëhen çështje sociale. Kemi rast në Suarek, baba ja ka fal tokën djalit, djali ka ardhur rasti për me ndërtu banesa, djali ka ndërtu banesat, i ka siguru fëmijë e nipes tërnip, ndërka që hallat jënë bërë rast social. Pse? Baba i vetja ka bërë një padrejtësi. Prandaj, unë thomë që femra njëherë është vetëdisu, po jo aq sa duhet, e dyta, ndërgjegja e saj është e friksuar. Nuk ka ndërgjegje fisnike. Ajo kur të fillon ndërgjegja e saj nga aspekti psikologjik tash po flas, me u vetëdisu se ka mundësi të lëshoj britma kur është e shtypur, ka mundësi kur ka dhunë të ankohet, të ngrit zëri, këtu është problemi kryesor. Kur një grua shqiptare vetëdisohet për të drejtat e saj dhe ndërgjegjësohet se brenda saj ekziston një fuqi e brendshme që mund t'i rrëzoj edhe fuqit më të mëdhaja që ekzistojnë duke fillu prej familjes edhe prej ligjeve, prej shoqërisë, atëherë femra ka me pa tamam rolin e saj, personalitetin e saj, karakterin e saj, si e ka pas shumë figura tona shqiptare, ilire, arbëreshe, etj. Po du mund të halë shumë shkort i përmendit disa herë të drejtat fetare. Qysh i përshkruani drejtat fetare të një mashkullit edhe një femrës? Po tani ka disa të drejta, edhe në martesa. Ka edhe të drejtat në femiri. Vajza, do me thëmë profeti Muhammed, vetëm një vajze ka pas. S'ka pas djem. Edhe ja kalon pasunin. Ja kalon tër pasunin, fedekun i thënë. Një bashe që ka qenë sa një qytes. Ka pas me mia punëtor. Mirë po, kur vinë khalifatet, mas profetit Muhammed, nuk e vazhdojnë mesazhin e profetit që do t'jeti Imam Aliu
lideri i popullit, ata krijojnë një zgjidhje demokratike dhe Ebu Bekri që nga fëmiria i bën pa drejtësi kujt? Vajzës profetit, duke i futur disa mendime të veta, disa hadithe të rrejshme, kinë se pejgamberët po trashëgoj kanë. Kjo është tematike gjatë, po trashëgojnë edhe pejgamberët, sepse profeti i tha, ja Fatime, këtë fedek, këtë bashët madhe me urma, që ka qenë fabrike asaj kohës, ty takon. Sa i përket vajzës nga aspekti i të drejtave në vajzëri i ka. Nëse një vajzë nuk martohet, për shembull, nuk martohet, nuk duhet ajo me qenë gjithmonë e varur nga vllau, po asaj i takon pasuria. Nëse asaj për shembull është e pamartuar, dëshiron me nejt me vllaun e vet, ajo të pasurinë e saj, vllau është obligativ mu kujdes për motrën, por edhe pasurinë e saj duhet m'ja nda. Nëse një motër i merr 50.000 euro, ajo mundet me nejt me vllaun, mundet edhe me jetu me një banesë. Por nëse në trashëgimi, pra është më ndryshe se me konventat. Vajza e merr 2 hise, djali i merr 2 hise, vajza e merr 1 hise. Dhe ajo, nëse vdese pa martuar, komplet pasuria prap i kthehet vllaut. Shikoni, Zoti nuk bën pa drejtësi. Por nëse martohet, këtu femra gabon. Femra shqiptare në Prizren thonë, e merr hisën prej babës, ja çon burrit e burri rrin me pijama. Jo, zoj, hisja jote nuk i takon burrit as edhe 1 euro. As edhe 1 euro. Vetëm raste kur burri është i smur, burri nuk ka mundësi, i ka ndodh, atëherë është fisnikëri, ose burri duhet m'ja ditë, ti si vajzë, ti duhet m'ja ditë standardin ati burrit që kur martohesh me ta, duhet me ditë çfarë standardi. Nëse vjehri jot ka një standard milionësh, zemër, ti duhet me këshyr standardin e burrit tanë, sepse po e merr për me bë dashni me to, me i dhënë dashni njëri tjetrit, me kriju një standard të juajin. Ajo e vjehrit që vjen, ajo është mirë se vjen. Prandaj, vajzat sot duhet me kuptu që nuk duhet me ju bo barë djalit për të cilin duhet me kriju martes. Por, nëse ajo dëshiron me ndihmu burri, që ai dashuri vetë nuk ka standard, ajo mundet me ashtu standardit burrit edhe me shumë fishu. Por ka burra që dëmbelohen nga pasuria e vajzës. Atë çka duhet? Ti, atë standardin ton që e ke marrë dhuratën nga prindërit e tu, ato duhet ta shumë fishosh, ta futesh në aksione. Ne kemi shumë femra në për Amerikë që kanë pas pasuri edhe e kanë fut në aksion. E kanë fut në aksione dhe e kanë shumë fishu pasurin. Po çka atëherë nëse gruaja e shumë fishon pasurin? E shumë fishon edhe prap, unë kur vdes, unë gjysën e pasurisë i takon burrit tim, kështu Zoti na mëson. E gjysën tjetër ja japim fëmijëve. Domethënë ka ta kthen gruaja, roli i gruas, të drejtat e gruas nga aspekti hyjnor janë tepër të bukura, tepër dinitoze, i krijojnë një status gruas si vajzë, si e martuar dhe ma tutje derisa të vdes. Shtrin tonë ka shumë debate se sa grad duhet i ketë një mashkull. Po edhe sa grad? Sa grad i lejohet të martohet ose me sa grad, ose njëkohësisht. Qysh është këndvështrimi juaj edhe për aspektin e femrës? Kisha dashur një këndvështrim. Na nuk kemi rregulla strikte, për shembull, trashëgimia. Është ligj i Zotit, nuk mundet vllau me ja marr motrës pasurin, sepse në atë shtëpi gjithmonë ka me pas bela, smundje, mallkim ka me pas. Nëse motra jote vuan, e ke bo rast sociale, ti jep ndihmë, loti i motrës ka me qenë mallkim për ty. Prandaj, ky ligj është i paprekur, s'guxon kërkush, por ligji tjetër, martesa me çikën e axhës, me çikën e dajës, nuk është decisiv. Thotë Zoti, ju është lejuar, mirë po, nëse në traditën tonë shqiptare, është ndaluar, duhet me shku 9 breza, atër Kurani tërhiqet ky ajet, nuk tërhiqet nga libri, po nuk e zbatojmë këtë ajet, sepse tradita jonë është tani mbi këtë ajet kuranor. Do me thëmë, për shqiptarët, është rrepsisht ndaluar mu martu me çikën e axhës me djalin e dajës.
Edhe pse nëse bën, nuk bën haram, nuk e kanë thy ligjin e Zotit. Mirë po, norma kësaj, sa i përket martesave me 2, 3, 4 gra, është ajeti 4:24 në Kur'an. Edhe kjo është decisive, është e tregume, mirë po na, o gjallart, klerikët, njerëzit e epsheve këtë e kanë keq interpretu duke e coptu, aty është problemi tyre, kanë me dhënë përgjegjësi para Zotit. Thot, dhe nëse 4:24, dhe nëse friksoheni se keni me bo pa drejtësi ndaj jetimve të asaj grueve, atër ma mirë martohoni me ata, sepse nëse unë jam grueve dhe i kam fëmijë të martu me vajzën për martes, ai burri nuk mundet me ma pa vajzën ti me pashami ose me keq trajtu ose diçka tjetër. Prandaj, dhe ato thot martohuni me nga 2, 3, 4, për atyre që ju pëlqen, shiko, prapë është ajo pozitiviteti cilat pëlqen, jo çdo njërën, dhe por ma mirë për juve është 1. Sepse për me qenë ma të drejtë. E tash, nëse këtë verset kuranor e praktikojmë sot, në jetën e përditshme, në këtë jetën moderne të shekullit 21, atër normal që keq kuptohemi, sepse një herë coptojnë, vetë njerëzit e fesë nuk shkojnë me marrë gratë e veja që i kanë 4-5 fëmijë, edhe mu kujdes me rregulluni çështje sociale, edhe morale, besa, se nuk është qëllimi vetëm hajt unë po e këshyri me ushqim send, po ajo gruaja ve me 40 vjeçare, ajo ka nevojë edhe për një burr, ka nevojë edhe se është nevojë biologjike. Na deshte, sjell në ande këndej, nëse ajo grua ve nuk mundet me rujt moralin, ajo ka me gabun moral. Nëse mundohet me rujt moralin, ka me gabun në shëndetin hormonal, në shëndetin e vetë. Kështu që nuk është gjë katastrofë që se një grua me 4 fëmijë martohet për një tjetër. Po na nuk e kemi këtë kulturë. Të parët tonë e kanë pas këtë kulturë. Po kultura moderne nuk e ka. Po kultura moderne çka ka? Kultura moderne ka, nuk e pranojnë poligamin, një burr me 4 disa gra, ose spaku bigamin, sepse ma lehtë e kanë, me pas një grua të ligjshme, edhe andej me pas plot gra dashnore të fshehta, të cilat përmenden në Kur'an, të cilat do të jenë të turpëruara, do të jenë të turpëruara nëse e kanë prish një familje, por tenari një ma shumë ka qef me pas një grua të ligjshme edhe disa tjera. O zotëri, nëse jeti pasanik i madh, nëse je biznismen, edhe nuk të plotson gruaja jote, njëherë keme shku te gruaja jote, keme i thonë, gruaja ime ti nuk po më plotson mua. Aha, zotëri, pse nuk po të plotsoj unë? Çka janë të drejtat e tua? Drejtat e mia janë ushqim, strehim, veshmbathje normale, si ma standardi që ki, mbi të gjitha, sjellja e mirë, fjalori pastër. Një burr që të fynë, të shanë, të poshtron, të nënçmon, të pshtyn, të rraf, si mundet një grua ta plotsoj atë burr? E këtu prapë keq interpretojnë muslimanët, klerikët thënë jo ti mundesh me marrë gruan e dytë pa pyet parën. Zotri, prish hajate, bën çardakte, na thonë nuk shkon. Ti e ke prish një familje, prandaj shko, siç e kom pyet burri im nuk më ka pyet mu për rasti konkret, se mos më kuptojnë, po s'ka dert, ka me alkoak që kanë me më kuptu. Ai nuk më ka thonë që mu nuk po më plotson, po unë i kom thonë burrit që ti duhet me plotsu edhe një grua ve, e cila ka nevoj për ndihmën tënde materiale për një banesë, por unë jam mbretëresh prapë në shtëpi dhe kjo është, unë e kuptoj popullatën që s'm kuptojnë, por e kuptoj edhe unë vetën që unë nuk jam duke bë. Që ti zotëri, nëse nuk e plotson gruan tënde, me numër 1 me fjalor të ndershëm, me moral, me sjellje, me kulturë, me respekt, që të shohin ata fëmijë që dikush po na don nonën, që ose na don nonën, një nënë e lumtur është familja e lumtur. Nëse ti e plotson gruan tënde me këto 4 të drejta që ja ka dhënë Zoti, atër lirisht edhe atë asistenten apo sekretaren apo atë dashnorën tënd, mos e bën leck. Mos e bën leck, ma mirë bën e grue, krijoje edhe një familje, ndash bashkëjetesë që ta lejon
edhe shteti, po nuk e lejon në bigami në realitet. Ndash bashkjetese, bashkjetesa për martesës dallon, se martesa do të më konë 24 orë, po bashkjetesa një vajzëri, ndoshta ka gabu njetë, tash dëshiron mu bo nën, tash dëshiron mu bo zoj, që me thonë ai patroni, kjo është gruaja ime, nuk është dashnorja ime, e tjera, e tjera. Prandaj, unë e kam shpreh edhe në Facebook timin, në shkrimet e mia dhe kam kërku, nuk kam vende në pozita, nuk jam as deputeta, as kujto, por jam një sociologe, një psikologe, nuk kam dikim në ligje, mirë po për me zgjedh problemin e amoralitetit, mos me ardh deri te vrasjet, duhet me leju bigamin. Dikush thot, a e normal? Si po e do bigamia është një burr me 2 gra. A e normal? Po normal është sepse kur në vitin 1952 LGBT homoseksualet dolen në Amerikë dhe ishte një devijim social, sot është gjë normale. Gjëse na vedisohemi që vajzat e tona mos të bëhen leckat e biznismenve, edhe mos ta kenë asnjë statutin e nënës e gruas, ma mirë është me pas bigami. Jo poligami, se s'jemi në Arabi për poligami. Mirë po, bigamia është zgjedhja e problemit. Unë edhe për pjesën e fundit kisha dashur veç një koment juajim për fjalinë ose fjalën që ndëgjojmë shumë shpesh prej popullit Kosovës, shqiptarëve. Feja shqiptarit është shqiptaria. Çysh e përshkruani ju? Kjo është një tezë vjetër. Kjo është një doktrin Hisei, s'ka të bëj. Këto spari e ka thënë Naim Frashëri, po na ja kemi ngjit Gjergj Fishtës, e ka thënë Naim Frashëri këta, së pari, kjo ka qenë atëherë shumë e nevojshme, sepse shoqëria ka qenë në një gjendje ku kanë dashur me na përça përmes fesë. Grekofilët, romakofilët, bizantinofilet, islamofilet, që i kanë dashur islamin, sultanatët i kanë dashur. Sultanët nuk kanë ardhur në vendet tona shqiptare për me na mësu fen. Ata kanë ardhur me na sundu. E kanë atë qëllimin politik e kanë pas edhe sot e kanë, kur e sheh që në qendër të Prishtinës po ndërtohet një xhami me një stil osmanlive të vjetëve, që neve që jemi shqiptar, që e kemi ndjenjen patriotike shqiptare, ajo na eriton, mund të ndërtohet një xhami e tillë, por jo me stilin osmanli, po sidoqoftë, e na shqiptarët, këtë feja e shqiptarit, është shqiptaria, kjo ka qenë atëherë, ndërka që sot nuk ekziston, sepse për me qenë fe, i kërkohen 3 komponenta. Tevhid, mead, nubuvet. Tevhid do me thënë njëshmëria, besimi në një Zot, besimi në profetët dhe besimi në botën tjetër. Nëse është feja e shqiptarit shqiptaria, atëri pyes njerëzit që kështu e besojnë, kë e keni Zot? Kush është Zoti i shqiptarëve? Kush është profeti i shqiptarëve dhe a besojnë shqiptarët në botën tjetër? Kështu që kjo tezë bie poshtë në shekullin 20. Sonja Moduti, unë po ju falenderoj shumë për kohën, po besoj që kemi mu po prapë edhe një intervista tjera. Patjetër. Ne nuk i zgjedhim televizionit, po televizionet neve na zgjedhin. Prandaj juve ju uroj sukses me këtë atmosferë fantastike, sidomos edhe me etikën e juaj gazetareske, duke fillu nga veshja dhe nga të folurit, se ndoshta ne që jemi pak kështu më njerëz publike, e kemi edhe defekt, atë defekte kemi me hin muhabete, me dalë për muhabetit. Po shpresoj se kam mund me dhanë mesazhin. Unë uroj shëndet edhe punë të parë. Faleminderit edhe juve gjithashtu, sukses. Faleminderit miq të televizionit Arbëria. Kjo ishte intervista e përgatitur për ju sot me Iqbal Hududin. Deri në takimet e ardhshme, mirëmbëjtje.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.